mirë po kjo ka vazhdu një trajtshëm edhe njëjtë edhe është dashur të presim edhe pak derisa të përfundon konventa e partisë pas dorëheqjes së ish-kryetarit zotit Krasniqi. Pra do të ishit po në PDK edhe po të ishte membri Krasniqi kryetar? Sigurisht. Çdo njëri nga Partia Demokratike të ishte në krye të saj, ne do të ishim me PDK-n. A ka të bëjë zotit Emaljaj ky kalimi juaj bashkë me iniciativën qytetare Demokracia në PDK edhe me rezultatin e zgjedhjeve nga cili sigurisht do të dilni të pakënaqur nga gara lokale në Deçan? Shiko, nuk ma mërmenja se statistikat e zgjedhjeve lokale perceptojnë angazhimin me një subjekt politik, mirë po prirja ime se kaq vite i kom shërby institucioneve qendrore, ka qenë se nuk ka alternativë tjetër që qytetari, po edhe vetë iniciativa që të vazhdojmë matutje dhe të merret me politika lokale, po të shërbejmë Kosovës në gjitha nivelet. Kryesisht ne kemi marrë përgjegjësinë që bashkë me kolegët dhe me degën e Partisë Demokratike në Deçan, do ta fuqizojmë PDK-n në Deçan dhe në tërë regionin e Dukagjinit, edhe atje ku ka nevojë, edhe ku kemi votues potencial që unë i kom pas edhe më herët në angazhimet e mia elektorale që kanë ndodhur në Republikën e Kosovës në vazhdimsi. Do të jeni kandidat për deputet? Sigurisht që jam, kam miratimin e kryesisë dhe zotit Hamza. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës që një kohë gjatë nuk ka pas deputet nga Deçani. Pas një kohë pra kur zonja Safet Hadërgjona ishte deputete. A do thotë që me qenë se ju keni qenë më përpara deputet, a do thotë që bashkarisht pra mund të bëhat që ju sërish të bëheni deputet në konvent profesionales me PDK-n? Do të thotë kjo varet nga elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës dhe qytetarëve të saj, mirë po me një volum të votuesve që kanë pranë vetes, po edhe me një përkrahje që mund të ndodhë në tërë territorin e Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës dhe elektorati i saj besoj se do të jem në një prej ulësve në legjislaturën e re të Parlamentit të Kosovës pas 28 dhjetorit. Kam përkrahje qytetare, i falenderoj gjithë eksponentët e Partisë Demokratike për pritjen që na kanë bërë, po edhe gjithë aty në qindra qytetarëve që na kanë uru edhe na kanë ofruar mbështetje nga Partia Demokratike e Kosovës në hapjen e ndërmarrën, në këtë rast të iniciativës dhe timin personal. Ju keni qenë përpara pjesë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kalimi juaj tash në PDK, a do thotë që mund të thyhet bastioni i Aleancës në Deçan? Shiko, ne do të jemi konkurrent në gjithë territorin e Kosovës, në gjitha Kosovës, mirë po konkurrencë do të ketë, për shkak se unë personalisht përqoj një tip konkurrues, po lojën e luj fair, edhe do të jemi gjithmonë target edhe i subjekteve tjera që do të jemi përballë tyne edhe do të jenë mekanizmi kryesor tash PDK-ja në Deçan, po edhe në regionin e Dukagjinit. Ka qenë shumë keq PDK-ja, dega PDK-s në Deçan. Mendoj mund të shkojë më lart? Nuk ka qenë keq se njerëzit që e kanë drejtuar PDK-n në Deçan. Përndryshe kandidati për kryetar komunë nga PDK-ja i Deçanit ka dhënë ndërheqje në momentin që ju jeni zgjedhur. Ju keni aderuar në PDK. E kam lexuar çka ka deklaruar, por në asnjë moment nuk ka deklaruar që ardhja ime në PDK është që ai të tërhiqet. Po është mosgatishmëria e tij ndoshta apo i din punët e veta përse ka dhënë ndërheqje, për shkak se unë as nuk e kam takuar. Unë dje kam aderuar në PDK, zyrtarisht është fjala, ndërkaq me zotin Prekolla nuk kam pas asnjë komunikim të mundshëm. Me të gjithë tjerët kam komunikuar, po në moment caktuar. Me qenë se thonë që PDK-ja ka qenë shumë keq, pra dega PDK-s, ku mendoni ju se do të jetë në zgjedhjet e ardhshme në rang komunal, në renditje, në bazë të votave? Në momentet e para neve degën do ta kthejmë shtab zgjedhor dhe do të funksionojmë deri me 28 dhjetor. Rezultatet e pritura që i kemi janë ato po që kanë dalë, do të thotë në zgjedhjet e fundit në Deçan bashkë me iniciativën dhe PDK-n, por duke qenë se iniciativa ka qenë vetëm mekanizëm politik për zgjedhje lokale, Partia Demokratike dhe zoti Hamza në këtë rast, si kryeministër, do thotë është nga dëshmëria qytetare që na përkrahin edhe qytetarë tjerë për shkak të shumë mesazheve dhe deklarimeve qytetare atje se në Partinë Demokratike të Kosovës do të keni përkrahje shumë më të madhe, shumë vazhdimisht.
Pra, veç ka njësur për thoni një mobilizim i PDK-s në Deçan për zgjedhjet e 28 dhjetorit fillimisht. Në tërë territorin e Kosovës, po për mua, Sigurisht për zonën që ju e mbulani më shumë. Do mon ka mobilizim, dhe ka njësur